Muri është për gatunisht të rrashtë të muri. A ka qenë diocezë në Bedjem është muri në Ardal, dhe përgjedet të këtë muri të i bërë. Ka i bërë. Dje par dje kur e bëna adresën në ditë të muri, në muri posta 5 minutë. Ka pa muri Ardal. E që ata dhe një ditë të muri në Ardal, dhe është interesant që në autostradë të Gëndëgjeni. A një autostradës në Gëndëgjeni të një autostradës është edhe naturisht fare është. Mirkokolnici është me shkjetë, nëse ka koristë nëse ka vapër. Që Mirë Migashi, vi prej Prizrenit, jam e lindur në Prizren, jam rrit me një fshat afër Prizrenit, Atmagje ka emnin, edhe ka 37 vite që jetoj në Zvicër. Fillimisht në Bern, pastaj para 11 vitesh kam kalu në qëtë komunën ku jemi tash në komunën Muri Gymrigen. Në Kosovë kam mbaru gjimnazin në Prizren, pastaj shërbimin ushtarak në vitin 86-87, ata fillu studimet në 88 në Prishtinë, 87-88 në Prishtinë, edhe për shkak të ardhes këtu dhe ndryshimeve politike nuk kam mujt me vazhdu. Prej vitit 92 kam studiu ekonominë edhe shkencat sociale në Freiburg, Zvicrës. Shkollimi i fundit më i thellë që kom bë është përveç shkollimeve të shpeshta që bëjnë nga 1 ditore, 2 ditore, ka qenë një shkollim 2 vjeçar postdiplomik si menaxher i ndërmarrjeve të cilat nuk orientohen drejt profitit. Dikush thotë jo profitabile, por nuk është jo profitabile, nuk është term i adekuat, sepse ky menaxhment nuk orientohet drejt është në ndërmarrje të cilat nuk e kanë qëllim kryesor profitin, por janë organizatat cilët veprojnë me të njëjtat metoda ekonomike, të ekonomisë tregut, mirë po nuk e kanë në synim profitin. Kur janë fillimet tuaja që janë angazhuar këtë jetën publike të kështu? Si gjenerate e re, si njeri cili ka ardhur në fund të viteve të 80-ta në Zvicër, kur ne vetëm si shoqëri ishim të ballafaqum me një politikë shumë të vrazhtë që pa të fillu Miloševiqi me heqjen e autonomisë etj. Pastaj ne ishim një gjenerate e cila ishte edhe edukuar dhe frymëzuar edhe nga demonstratat e vitit 1981. Ka qenë shumë e natyrshme që të qasesh edhe në rrjedhat politike këtu, sidomos në strukturat shqiptare. Marrja pjesë në demonstratat shqiptarëve të organizuar në Bern atë kohë nga Lëvizja për Republikën e Kosovës. Unë pasi që kam arrit shumë shpejt me mësu gjuhën, ma shumë jam marrë me strukturat zvicrane, sidomos me shoqërinë zvicrane, me grupe të ndryshme. Jam politizu shumë edhe në strukturat e majta të Zvicrës, ku e kam shfrytzu edhe rastin që të informoj njerëzit mbi situatën e shqiptarëve në Kosovë. Të më të fillu për vitit 89-90, kur vetëm kam pata arrit me mësu mirë gjuhën gjermane, pastaj edhe dialektin zvicran, kështu që nëpërmjet këtyre strukturave, partive, shoqatave ndryshme, kam sensibilizu për gjendjen në Kosovë, edhe në njëjtën kohë me kolegë të ndryshëm të cilët kanë qenë mësimdhënës nëpër shkolla, ata kanë ngritë edhe këtë si temë, domethënë që ka shqiptare dhe cilat janë të drejtat e tyre dhe problemet. Kur themi në vitin 1988, duhet kem parasysh se opinioni zvicran shumë pak ka qenë informum për shqiptarët dhe punëtorët stinor që kanë punu në Zvicër, kanë qenë njoftën si Jugoslav. Dhe
se në Kosovë jeton Kanë ditu ta bëjnë dallimin apo i kanë atë kohë nuk e kanë bërë dallimin për ta punëtorë stinor që kanë qenë Jugoslav, edhe me pa hollë dhe kontratat që ju kanë dhënë punëtorëve stinor në gjuhë të shumta kanë qenë për shqiptarët kanë qenë në gjuhën serbe. Apo në gjuhën serbokrate, si i thoshin atëherë. Edhe se të drejtat e shqiptarëve shtypen në Jugosllavinë atë kohë, ka qenë temë e cila më shumë është njoftur nga intelektualët, nga njerëzit pak më të informuar, ndërsa për popullin e gjanë, çështja e Kosovës, të shtypja shqiptarëve në Jugosllavi, në ish Jugosllavi, nuk ka qenë temë e përditshme. Edhe këtu kam pa se ka keq interpretime, po ka edhe hapësirë për të informuar, dhe këto kanë qenë, si themi, fillimet. Pastaj me hapjen e radios lokale, Radio Rabe në Bern, kam shfrytzuar rastin që aty të kyqem të bëj një emision në gjuhën shqipe, por edhe emision në gjuhën gjermane, ku e kam tematizuar çështjen e Kosovës, drejtat e shqiptarëve, shtypjen e tyre të drejtave të tyre në ish Jugosllavi, dhe kështu nëpërmjet radios me shfrytzu këtë medium për me arrit një sensibilizim pak më të madh të njerëzve mbi drejtat e shqiptarëve. Në ato rrethe ku kemi pas një qasje, ka qenë, mund me thonë, jo një rreth shumë i gjanë, kurse nëpërmjet radios kemi arritur ta kemi një rreth shumë më të gjanë të njerëzve, të audiencës, cilët e kanë dëgju, bile të i marr parasysh edhe reagimet edhe negative që kanë ardhur të na kritiku se po keq informojmë gjoja se opinionin mbi drejtat e shqiptarëve në Jugosllavi, zakonisht prej njerëzve të cilët vetë nuk kanë qenë të shtypun, aty kem brejt se emisionet janë tu ndëgju. Edhe nuk është se nuk janë duke na përcjell. Paralelisht me ardhjen e njerëzve edhe me luftën e hapur që është bërë në Kroaci, pastaj në Bosnë, edhe ardhjen e djemve të ri të gjeneratës e cila nuk ka dashur të shkojnë në luftë për të luftuar për Serbinë, për interesat e Miloševićit, atëherë opinioni është informuar edhe për temën e luftës, por edhe e ka pas se ekziston një konflikt shumë i madh, i cili edhe nëpërmjet refugjatëve është bartë edhe në Zvicër. Veprimet politike kanë qenë shpesh paralele. Të më thënë, më njën sensibilizimi njerëzve edhe angazhimi për të drejtat e shqiptarëve në atje, njëjtën kohë ka shku dhe për sensibilizimin edhe mbrojtjen e drejtave të njerëzve këtu. Më thënë, në vitet e 90 vetëm pa të fillu një politikë shumë e egër ksenofobe, sidomos nga partia SVP apo Partia Popullore e Zvicrës, e cila ka shfrytzu këtë konflikt edhe këta njerëz që kanë ardhur gjatë viteve të 90-ta me bë politikë anti-migracionit, por edhe me bë një politikë anti-shqiptare. Në vitin 1992 ka qenë SVP-a e cila në Cyri me plakatat e saj apo pankartat e mëdha ku shkruan Kosovë Albaner Nine apo shqiptarët e Kosovës. Jo, vetëm e ka problematizu emrin shqiptar i Kosovës. Edhe mund të them se kjo ka ecë paralelisht me një sensibilizimi për drejtat e shqiptarëve atje, po në njëjtën kohë edhe për drejtat e shqiptarëve këtu apo drejtat e mërgjimtarëve në përgjithësi. Fillimisht kanë qenë punëtorë stinor, cilët në vitin 1992 kur Zvicra ka vendos që të mos e rekrutoj më personel nga këto vende, ka qenë edhe problemi i vazhdimit lejeve të qëndrimit, marrja prej sistemit stinor, marrja e lejes vjetore të qëndrimit, bashkimi familjar, gjitha këto kanë qenë sfida, dhe më thonë, këto dy tema, drejtat e shqiptarëve në ish Jugosllavi dhe drejtat e mërgjimtarëve këtu, kanë ecë sa do kudo paralelisht. Sidomos që ka qenë më rëndësina atë kohë, du me përmend se për dallim nga sot ne nuk kemi pas struktura cilët e kanë njoft gjuhën mirë, cilët i kanë njoft njerëzit mirë, cilët kanë ditë me u gjetë në për struktura zvicrane, po shumica duke vepruar në ilegalitet, i kanë bë veprimet e tyne brenda komunitetit, që ka qenë një punë shumë e madhe,
por në njëjtën kohë kanë qenë të mvarën edhe nga njerëzit nga Zvicran, miq Zvicran, të cilët ju kanë ndihmu për shembull me shkruaj një pamflet në gjuhën gjermane apo me marrë një leje për një demonstrat. Me kalimin e kohës kjo mungesë është zbut fal gjeneratës dytë, po tash edhe gjeneratës tretë, e cila faktikisht e njeh gjuhën perfekt, e kanë si gjuhën të nonës, edhe domethënë ky ndek është mbush. Më kujtohet edhe në ato vite ka qenë një farë diskursi shumë i çuditshëm brenda komunitetit tonë, sidomos punëtorëve stinor, nëse e ke mësuar gjuhën, ti vetëm ke qenë i humbur për ta se je asimiluar gjëjase. Domethënë kjo pjesa e mos mësimit gjuhës, mos integrimit ka qenë edhe si një shaj se nuk je asimilu dhe se ka shpresë që do të kthehesh në vendin tënd dhe nuk je i humbur. Një prej virtyteve cilat më kanë ndihmu me të kalu këto ka qenë një lloj kokëfortësie që kam. Kokëfortësi në kuptimin se ndjek rrugën time, edhe mund të bëj gabime, të reflektoj ato, me po të mësosh një gjuhë, të ambientosh me një shoqëri, të njifesh me ta, të tregojsh, të kesh një farë interesimi për të mësu këtë kulturë në cilën jeton, për mua kanë qenë diçka shumë natyrshme. Po në njëjtën kohë mos më mohu atë që e kam, domethënë në asnjë mënyrë nuk më ka ardhur marrë edhe në atë kohën kur shqiptarët janë pa me sy të keq me thonë jam i Kosovës, unë jam shqiptar i Kosovës. Aty ke qenë kokëfort. Aty kam qenë kokëfort, domethënë nuk ju kam mik sfidave edhe ballafaqimeve, edhe fal njohurive gjuhësore, edhe fal asaj se pak a shumë e pa ta mësu mentalitetin e njerëzve zvicran, sidomos në pjesën gjermanofol, se po flas, më ka ndihmu kjo që të argumentoj, që të gjej fjalë, më janë me sensibilizu ata për drejtat e shqiptarëve, nga ana tjetër për më thonë se këto paragjykime që ndaj shqiptarëve janë të fabrikuar dikund, edhe janë marketing politik për një parti e cila në kurriz të shqiptarëve ka rrit një popularitet shumë të madh. Na po e shohim që kjo parti ende tash nuk i ka më në fokus shqiptarët, po gjithë mërgjimtarët, gjithë hujt që jetojnë këtu. Kjo mund me thonë se më ka ndihmu me mbajt edhe një farë vije, edhe ku njerëzit kanë thonë, okej, ndoshta nuk po na pëlqen çka po thot, po i ka qëndrimet e veta. Edhe kjo politikisht është diçka që të ndihmon shumë, kur njerëzit e dinë ti ke bindjet e tua, tregon respektin për bindjet e tyne, po në njëjtën kohë i ke edhe bindjet e tua dhe për bindjet e tua jenë gjendje të qëndrosh kokëfort. Mirë Kokonici është me shkip, nëse ka polici, nëse ka vapër, në ka... Shqiptarë këtu në përgjithësi janë të integruar mirë. Unë prej kohës si punëtor stinor në atë kohë, sezonier, kam njoft njerëz që kanë edhe në vitet e 80-ta kanë qenë si punëtor stinor këtu. Kjo është tash kjo gjenerata 2 dhe 3 e tyre e cila po rritet këtu dhe punon këtu. Kanë ndryshuar plotësisht, domethënë prej punëtorëve të krahut edhe të ndërtimtarisë, tash ke këtu edhe afarist, ke njerëz me fakultete, me shkollat lartë teknike, etj. Domethënë kemi kapacitete krejt tjera. Për shkak të afërsisë me Bernën edhe me Ostermundigenin, për fat keq në Murin nuk ka asnjë shoqat apo shkollë në gjuhën shqipe, sepse pjesa e shkollës në gjuhën shqipe është në Ostermundingen, që është komunë fqinje, pastaj pjesa e shoqënive kulturore janë prap këtu në Ostermundingen, 2 shoqatat. Kur të shofësh që edhe Vorbi, cila është një komunë pak më e madhe, cila është afër këtu, edhe Rüfenach të tjerë, gjitha janë të orientuar rreth aktiviteteve që janë në Bern edhe në Ostermundigen, apo në Kahtuni, atëre shifet se këtu shqiptarët që jetojnë këtu fokusohen më shumë në aktivitetet e shkollës apo të kulturës më shumë drejt Ostermundigenit, Bernës apo Tunit. Në thënë të vërtetën, politika parlamentare nuk më ka interesu shumë, sepse kam mendu se për të vepru politikisht dhe për të ndryshu diçka,
nuk ke nevojë patjetër të jesh në parlament apo me ndonjë strukturë të rregulluar shtetërore institucionale, por të jesh aktiv në politikë. Edhe fakti se aktivist. Po si aktivist, domethënë fakti se gjatë gjitha atyre viteve përpara se të marr në shtetësinë e Zvicrës, gjitha aktivitetet që i kam bë si aktivist i thjesht, si në shoqëri, si në strukturat ku kam jetu, ku kam vepru, si në radio, kanë tregu se veprimi politik nuk ndërlidhet patjetër me politikë parlamentare apo me politikë ekzekutive. Mirë, po në vitin 2008 kur e kam marrë në shtetësinë, atëherë ka qenë pyetje a du këtë angazhim me e bartë në një nivel krejt tjetër, se tek e fundit parlamenti është vendi ku bën ligjet. Edhe nëse do në me ndryshu diçka, dush me bë diçka. Në partitë gjithmonë janë në kërkim të njerëzve të cilët prej cilëve presin që ata kanë një farë sfondi, kanë një farë përgatitje politike dhe në njëjtën kohë edhe janë të njoftun edhe mundën me pru partisë dhe vota. Më ndërlidhen shumë sende. Unë shpesh pyetëm pse nuk kam shku për shembull te socialdemokratë, cilët do të ishin politikisht më afër për me, por kam shku te Gjelbërtit. Të Gjelbërtit në qytetin e Bernës në atë kohë kur më kanë pyetur në vitin 2007 i bashkangjitëm, ende pa pas në shtetësinë e Zvicrës, kanë qenë partia e cila mas shumti është përshtat bindjeve të mia politike, në aspektin e drejtësisë sociale, në aspektin e drejtave të minoriteteve, të gjinive, në mbrojtjen e ambientit, por në njëjtën kohë edhe kanë qenë ata të cilët kanë pyetur në mënyrë proaktive, edhe te vendimi jam për me shku te të Gjelbërtit, nuk ka luajt rol shumë të madh mendimet për karrierën time, se partia Gjelbërt nuk është më e madhe në parlament, qytetin e Bernës janë socialdemokratët, janë partia më e madhe, po edhe në komunën ku jetojmë këtu janë socialdemokratët një prej partive më të mëdha. Në atë kohë për të Gjelbërtit, siç thash, përveç programit edhe bindjeve politike, ka ndiku edhe Uli Lojenberger, i cili në atë kohë ka qenë për partinë e Gjelbërve edhe njihet si një prej njerëzve të cilët kanë bërë shumë për shqiptarët. Këtu pastaj rregullaric njerëz që i kam njoftë në qytetin e Bernës, ku i kam taku në ato aktivitete të mahershme ku kam diskutuar edhe për temën e Kosovës dhe ka qenë shumë e afërt me neve. 2008 pra kam qenë kandidat në qytetin e Bernës dhe për befasi të gjithëve unë mora shumë vota dhe isha në listë pritjes. Mirë po në ndërkohë pa ta kaluar këtu në komunën ku jetojmë para 11 viteve, këtu partitë Gjelbërt nuk ka pas. Partia Gjelbërt është formuar në vitin 2016, domethënë diku një 3 vite masi jam shpërngulur në këtu dhe më njëherë pasi është formuar, i kanë marrë 3 vende në parlament, 2 të reja dhe 1 i ri, kurse në zgjedhjet e vitit 2019 më kanë pyetur edhe mua dhe unë jam zgjedhur në vitin 2020. Domethënë ky është mandati i dytë që kam në këtë komunë. Po, fillimisht kur është formuar partia Gjelbërt, në vitin 2016 jam pyetur a du më kyç në gara, kam thënë jo se nuk i kisha 3 vite që isha në komunë, edhe nuk e njihsha komunën mirë dhe temat që i preokupojnë këta qytetarët e këtyne 2 fshatrave, Gëmligen dhe Muri. Desha të isha i sinqert që të mos hynë politikë dhe të mos i njoh komunën ku jetoj. Në fillim ishte më angazhu në Këshillin e Prindve, pastaj nëpërmjet Këshillit të Prindve kam njoftu shumë njerëz, pastaj si rastësisht edhe si trener i futbollit për junior, edhe aty kam njoftu shumë njerëz, fëmijë, gjeneratave të ndryshme, jam njoftu me prindët e tyre, edhe kështu në mënyrë vullnetare kam dhënë një kontribut për komunën këtu, edhe bashkëshortja ime ka qenë shumë aktive në shkollë, edhe ajo ka ushtruar në ekipet e nxënësve për turneun e shkollës në futboll. Kështu që nëpërmjet Këshillit Prindve edhe futbollit jam kyç sadokudo në komunë dhe jam informuar nëpërmjet gazetës që del këtu lokal në Ahrichten, më informu se çka po bëhet këtu. I kam njoft disa njerëz që kanë qenë politik dhe në vitin 2019 e kam pa veten që jam i gatshëm se njoh sadopak komunën, jam njoftuar me disa njerëz edhe për befasin tim jam zgjedhur më një herë. Që në garën e parë? Në garën e parë dhe jam zgjedhur më një herë me rezultat shumë të mirë për të Gjelbërtit. Mandati i parë ka qenë pak sa më i vështirë se pat filluar më një herë në pandemi, në vitin 2020.
edhe prej temave cilat i kom trajtu mas shumëti, ka qenë drejtat e punëtorëve, si në komunë, si në ndërmarrjet cilat janë në pronë të komunës. Pastaj jam angazhu në Komisionin për Financa, ku bisedojmë për financat, buxhetin edhe taksën përqindjen tatimore, në Komisionin për Mbrojtjet e Ambientit dhe në Komisionin Regional. Domethënë janë këto 3 vende ku jam angazhu. Në mandatin e parë i kom pas disa propozime për ndryshimin e ligjeve dhe rregulloreve. Një pyetje ka qenë një strategji për diverzitet, domethënë për shumëllojshmërinë në komunë, që sadokudo me i hap pak terrenin që edhe të huajt cilët nuk janë të privilegjuar, nuk kanë drejt vote, ta ndinë veten si në shtëpi tyre që të mbështeten, edhe që ata me përgatit terrenin që ata të kenë të drejt të angazhohen në për komisione të ndryshme në komunë. Te ky propozimi për këtë strategjinë për diverzitet ka qenë shumë interesante, se fillimisht gjitha informacionet që kom pas dhe bisedat që kom pas me njerëzit, kam pritë që dikon 5 veta kanë me votu pro dhe tjertë ose kanë me abstenu ose kanë me refuzu, dhe më thonë diçka e pa mundur, edhe pastaj kam dëgju argumentet për njerëzve, cilat janë dyshimet e tyne, cilat janë pikpyetjet e tyne, edhe falç atyne bisedave, kam arrit disa njerëz me i bind me votu pro, të më thonë përpara se me dal në votim, disa me i bind me abstenu, edhe fjalimin tim për me kalu këtë propozim, ja kam përshtat mu në pikpyetjeve dhe dyshimeve që kanë pas njerëzit, që paka shumë edhe me qeni sinqert edhe me thonë e kuptoj këto preokupime dhe këto mundën me qenë zgjidhjet e mundshme, edhe për befasin time kaloj. 18 me 17 vota, parlamenti ka 40 veta, po zakonisht mungon dikush, po me 18 me 17 vota kaloj edhe ishte një sukses shumë i madh, tash është në zbatim i sipër. Nga 5 pritje, domethënë kaloj në mbështetje. Dhe më mërmendje se kjo ka të bëj pak a shumë edhe me mënyrën se si politizohet këtu, nëse shef se diçka nuk ka shans, nuk do më thonë që nuk duhet të provosh 1 herë, 2 herë, 3 herë, ose të shofësh se cilat janë argumentet e kundërshtarëve, apo të atyre që dyshojnë, edhe të merresh me ta. Se nuk do më thonë po e japën një propozim i cili për mua është shumë i bindshëm dhe është i mirë, e qes në parlament dhe atër pres që të njerëzit thonë okej, vjen prej Hilmi Gashit, sigurisht është diçka e mirë, do të me pas parasysh se shumë njerëz aty që janë në parlament, ata i kanë përfaqësojnë interesat e elektoratit tyne, ata që i kanë votu. Dhe ata nuk janë detyrimisht interesat e njëjta që kam unë. Edhe pse unë mendoj se kjo strategjia diversitetit i ndihmon komunës që ti trajtoj pak më ndryshe njerëzit dhe të hapet pak më shumë në mendësi, po dhe të ketë resurse më shumë. Prap nuk mundesh më nis nga ajo se të gjithë mendojnë si unë, kështu që duhet pak më shumë përkushtim. Si mendoni sot është me hapur komuna e Murit Miguelit pas asaj strategjie? Po tash ta shohim se çka do të na sjellë ekzekutivi, se këta kanë kohë 2 vjet për me implementu këtë, edhe shenjat janë inkurajuese. Besoj se si shembull një prej ideve ka qenë që komuna jonë me qenë më atraktive për njerëzit cilët e kryjnë shkollën këtu në komunën tonë. Kur ta shohim se një pjesë e stafit komunës vjen prej komunave tjera dhe shumë pak njerëz të komunës cilët janë vendas të komunës punojnë në komunë, tregon se atraktiviteti nuk është shumë i madh. Atraktivitetin në përgjithësi jo vetëm të huajt, por edhe të rinjt, të rejat, sidomos të rejat, dhe aty ka mundësi për shembull që komuna të jetë më e hapur, më atraktive, që të adresoj si shembull të rit me sfond të migracionit. Edhe më thonë pse mos më ardh një gash të punoj këtu në komunë, edhe ai në njëjtën kohë e njeh gjermanishtën por edhe gjuhën shqipe. Domethënë që të njihet edhe shumëllojshmëria e komunës, mos shihet komuna si diçka që duhet të funksionojë sipas kulturës edhe gjuhës e cila është shumicë këtu. Por kjo shumëllojshmëri të shihet si pasuri. Në politikën parlamentare të Zvicrës
kryetari I parlamentit është njeriu më I lartë I komunës, apo I kantonit, apo I federatës. Se Zvicra nuk ka në kuptim kryetar të shtetit. Është personi më I lartë I konfederatës, është prej ekzekutivit është kryetari I cili zgjedhet prej ministrave, primus inter pares, domethënë I pari ndër të partë, edhe kryetari I parlamentit është më I larti. Njëjta gjë është edhe në komunë, ku kryetari I parlamentit për atë vit quhet si më I larti I komunës. Edhe është, mund të thonë, një nder I madh, po është pak a shumë është edhe një lartësi simbolike. Domethënë nuk është diçka vendimtare, se kryetari I parlamentit detyra kryesore është mbarvajtja e parlamentit, e punëve të parlamentit. Për me sqaru fillimisht se si ka ardhur deri te kjo, partia Gjelbert më pat propozu si nën kryetar, mas pari si nën kryetari I dytë, dhe aty automatikisht je pjesë e zyres e cila e përgatit mbledhjet e parlamentit, pastaj pas një viti nën kryetari I parë, pas zgjedhjeve në vitin 2024, për vitin 2025 të Gjelbertit ma kanë bakët nder të madhe, më kanë propozu si kryetar të parlamentit, edhe jam votu unanimisht prej gjithve, edhe kam marrë detyrën më njëherë në seancën e parë të janarit të vitit 2025. Ka qenë një nder I madh edhe moment shumë emocionues për mua. Në njëjtën kohë edhe përgjegjësi e madhe, sepse siç e kam thënë edhe në fjalimin e parë, timin inaugurus, këtë vit politik do t'ja përkushtoj njerëzve cilët nuk janë të privilegjuar. Se ne cilët jemi në parlament edhe bëjmë politik, si nga aspekti social ashtu nga aspekti politik jemi të privilegjuar, ndërsa kemi njerëz në komunë cilët në aspektin social nuk e kanë këtë privilegj, pastaj në aspektin e drejtave politike nuk e kanë privilegj sepse nuk kanë drejt vote, pastaj në komunën tonë kemi edhe një qendër të një strehimore për azil kërkues, edhe ata janë treja familje, fëmijë, njerëz që kanë përjetuar gjëra të vështira edhe janë në komunën tonë, edhe për ata këtë vit prezidjarja kum kushtu edhe atyne. Kjo ka qenë edhe arsyeja sepse për shembull shëtitjen e parlamentit, e cila është diçka tradicionale, e kum bën qendër në azil kërkuesve në Muri Gymligen, ku shumica e njerëzve të parlamentit për herë të parë janë përballë drejt për drejt me njerëz që jetojnë në komunë. Fëmijët e tyre shkojnë në shkolla, fëmijët e tyre luajnë futboll në komunën tonë, mirë po ata nuk kanë pas mundësi me u pjek me ata njerëz në vendin ku ata jetojnë, edhe me pasën çfarë rrethanash jetojnë ata, edhe me shkëmby pak mendime me ta. Sekretari I parlamentit në përgjithësi është detyra vetëm mbarvajtja e parlamentit, siç thash. Në zyren e parlamentit është një punëtor e komunës, janë 2 njerëz që I numërojnë votat, pastaj të 2 nënkryetarët, edhe kryetari I parlamentit. Mbarvajtja domethënë aprovimi I listës temave që diskutohen në seancë. Po, pastaj udhëheqja e seancës, çka është më rëndësi është paraprgatitja shumë më rëndësi, që e gjithë seanca me shku jo vetëm me rregull, që të respektohen rregulloret, por edhe që gjitha vendimet cilat merren të dokumentohen asisoj që nëse dikush do me bën ndonjë rekurs apo një ankesë për diçka që është biseduar në parlament, bile në aspektin formal të jemi korrekt, edhe sepse çdo vendim I komunës publikohet. Çdo vendim I parlamentit publikohet, edhe nëse ndonjë qytetar apo një grup I caktuar nuk është I pajtimit, atë mund të më bëni një ankesë brenda 30 ditëve. Edhe e mirat mirës është që seancat e parlamentit bile në aspektin ligjor janë në përputhje me rregulloret. Përveç parlamentit, kryetari I parlamentit ka edhe disa detyra reprezentuese, domethënë me qenë prezent në gjanat që ndodhen. Për fat keq këtë vit ka qenë një tubim komemorativ për një ish politikan nacional, I cili ka qenë edhe ministër kantonal,
në komunën tonë, i partisë të SVP-s UDC-s, edhe aty si kryetari i parlamentit kam qenë prezent në ceremoni. Me rastin e vdekjes së kryetarit komunës, kryetarit vjetër të komunës, në parlament është dashur me mbajt një tubim komemorativ edhe me një fjalim. Kurse, si thash, në aspektin pozitiv në takimin që kem pas me cilin e organizon komuna çdo vit me njerëz cilët janë banorë të ri të komunës tonë, kam prezantu punën e parlamentit, domethënë kjo ka qenë një prej detyrave reprezentative, edhe ka shoqata të cilat për shembull të ftojnë për një tubim, për një fjalim të rastit. Këto janë si detyra reprezentative të cilat i kanë vlerësu. Natyrisht se ato që kanë qenë më të dhimbshme, s'kisha pas qef me i pas gjatë këtij mandatit tim, por këto janë pjesë e detyrës. Unë nuk jam i pari parlamentar me sfond migracionit në komunën tonë, e di që ka pas të tjerë. Ndërsa si kryetari parlamentit nduket se jam deri tash i vetmi dhe shpresoj se nuk do të mbetem i vetmi, që gjeneratat e reja do të kuptojnë se me u marrë me politik nuk do me thonë që duhet shmilon të anash këto gjana tjera. Kjo është politik, kjo është parlament që shton vullnetar, ku nuk paguhesh, nuk është profesion ky. Secili prej nesh e ka profesionin tjetër, ndërsa merret me politik komunale dhe t'jesh parlamentar komunal, do të thonë t'jesh në shërbim qytetarëve me sjell vendime të cilat e përmirësojnë jetën e tyre, si të nxënësve, si të pleqjve, si të rinjve, njerëzve të cilët punojnë, do të thonë merresh me tema si ndërtimi i shkollave, me remetimi i rrugëve, pastaj rregullimi i parqeve, këndëve të lojnave, e tjera. Do të thonë janë tema të cilat janë shumë të prekshme për njerëzit, edhe njerëzit atëherë e shohin se çfarë po bën përditshmërinë e qytetarëve. Kanë bëjmë me përditshmërinë e qytetarëve dhe nuk janë që thonë tema shumë të mëdha. Natyrisht se rinovimi i një shkolle e bën hapësinën pak më atraktive për nxënësit që të mësojnë aty, pak a shumë edhe është një investim shumë i madh, por është një investim me një të ardhmë pak më të mirë, edhe më mirë të shkojnë, si thonë, paret edhe investimet aty ku arrit një vlerë më e lartë, ku investohet në të ardhmen, se sa për shembull të investohet në lirimin e tatimeve që dikush që ka tepër të ketë edhe më shumë, kurse të tjerët duhet të mësojnë hapësina të jetë ndryshme. Çka është interesante këtu në komunën tonë është shumë e rëndësishme të shifet se investimin në shkollim, investimin në shkolla, në infrastrukturë të mirë të bashkëjetesës në vendet punës nuk është i kontestueshëm prej asnjënës parti. Edhe vetë fakti se në votimet, sepse populli duhet vendos se a don me bërë rinovimin apo riportritjen e një shkolle me 14-15 milion franga në vit, populli voton. Edhe në votimin e fundit, të më thënë për rinovimin e një shkolle ju larg këtu vit, që është bën 82% i kanë thënë po. Të më thënë njerëzit janë të gatshëm që të investojnë në të ardhmen e njerëzve, dhe pse ndoshta dikush njëjtën kohë mund të them që vitin e kaluar kur kem votu për buxhetin, gjithsesi për uljen e taksave në komunë, njerëzit kanë votuar kundër uljes taksave, sepse e kanë pa nevojën që duhet me bë shumë investime në infrastrukturën e komunës. Mund të them se fillimi ka qenë pak i vështirë, jo për shkak të përgatitjes, por se seanca e parë ka qenë menjëherë pas fushatës elektorale që është mbajt në vitin 2024, edhe natyrisht viti i fundit i parlamentit, edhe viti i parë i parlamentit, i fillimit një mandati, është pak më i vështirë, sepse në fund të mandatit gjitha partitë pozicionohen, edhe tonaliteti në parlament është pak më i ashpër, edhe punë qesin më shumë me propozime ligjore që dalin në gazeta etj, se është faktikisht viti i fundit i mandatit është vit që i thonë pas zgjedhjeve është përpara zgjedhjeve, ndërsa viti i tretë është pak më delikat. Dhe fillimi në vitin 2025 ka qenë
i ngarku me dy gjana. Seanca ka zgjat 4 orë gjysmë, se ka pas shumë tema, edhe tonaliteti ka qenë pak më i ashpër, edhe për shkak të vazhdimësisë të atij diskursi i cili ka qenë në fund të mandatit të zgjedhjeve, edhe çka është më rëndësishme, ne kemi qenë në një fazë ku nuk ka pas buxhet. Domethënë edhe pas mbledhjes parlamentare, e cila ka zgjatur gati 4 orë gjysmë, nuk kemi mund me mbajt atë aperon tradicionale e cila bëhet gjithmonë në fillim në janar, në fillim të një viti parlamentar, sepse nuk kemi pas buxhet. Edhe kjo ka bërë diçka speciale. Përgjithësi, si nëse shikojmë mrapa, ka pas momente ku njerëzit më kanë dhënë komplimente për qetësinë dhe rehatin me cilën e kam udhëhequr mbledhjen. Të gjithë e kanë ndi veten të trajtuar njëjtë, pa marrë parasysh ngjyrës politike. Unë nuk i kam pengu njerëzit, nuk i kam ndërhy në aspektin ty trajtoj ndryshe se i partisë tjetër. Edhe e treta, cilën shpesh e kam dëgju, është se pa shumë pompozitet i kam zgjidh disa probleme cilat kanë ndodhur gjatë debatit, mirë po nuk i kam bërë temë në debat brenda për brenda, por nëse ka pas ofendime, nëse ka pas akuza, nëse ka pas sulme ndaj tjerëve, pas debatit apo pas seancës parlamentare kam biseduar me ata njerëz drejt për drejti, ose nëse situata është kërcënuar të eskaloj, kam bërë një time out, një pauzë, edhe kam biseduar me shefat e grupeve parlamentare dhe kam thënë ju lutem, në këtë temë kemi një keq kuptim, apo e sqarojmë bashk, edhe ka ecur. Kjo ka ecur shumë mirë. Natyrisht se ka pas edhe gabime. Ka pas gabime, 2 herë më kujtohet kanë qenë gabime procedurale. Me një rast një antare e parlamentit ka thonë se nuk qenë kanë përputhje me rregulloren, atëherë kam bërë një time out, e kemi sqaruar, edhe ka dalë që unë kam qenë në përputhje me rregulloren, kurse me një rast tjetër ka ndodhur që unë nuk kam qenë përputhje me rregulloren, edhe aty kam kërku falje dhe kam përsërit pastaj votimin për këtë temë. Domethënë është diçka që ndodh gjatë punës, njeri mund të gaboj, edhe shumë e rëndësishme që njerëzit me kuptu se ti e reflekton gabimin, e pranon gabimin dhe mundosh me gjetë një zgjidhje. Ma merr mendje se shumë e gabueshme me tentu me shfrytzu autoritetin që ke aty me bëni politik të ëndën. Unë kam qenë kokëfort në parime, mirë po jo kokëfort në atë kuptimin që unë jam kryetari i parlamentit dhe unë vendosi. Por nëse kam bërë ndonjë gabim, e kam reflektu, edhe pastaj pas secilës mbledhje kam biseduar edhe me partinë, edhe me pas edhe ka qenë edhe në interes aty, nëse tek e fundit edhe partia mu më ka propozu, edhe nëse unë kisha bërë gabime në trashanike apo nëse nuk kisha udhëhequr si duhet mbledhjet, atëherë kjo një pjesë e përgjegjësisë i kishte rënë aty ne. Kështu që më merr mendja se kjo është shumë e rëndësishme me kuptu se duhet me reflektu mirë. Kultura e diskutimeve fillimisht ka qenë e ashpër, siç thash, mirë po me kalimin e kohës më merr mendja se edhe si kryetari i parlamentit mundesh me ndiku që të qetësohen gjakrat, tu e vlerësu, tu e respektu secilin mbi cili apo e cila flet. Bile pa ta bë si shprehi që gjithmonë t'ju falenderojmë atyre të cilët kanë folë. Pa marrë parasysh çka kanë thonë, edhe a kanë thonë diçka që mu më është përshtat apo nuk më është përshtat. Edhe e dyta që shumë e rëndësi është si kryetari i parlamentit je neutral. Jo në kuptimin e qëndrimeve, por në kuptimin e vendimeve edhe veprimeve politike. Domethënë duhesh me qenë neutral, mi trajtu të gjithë njëjtë, secili parlamentar aty është i votuar prej një elektorati edhe e respekton e meriton atë respekt i cili duhet jepet secilit. Mbledhja e fundit e imja si kryetari i parlamentit ka më qenë shumë e shkurtër në janar, kur e bëj zgjedhjen e kryetares së re të parlamentit, siç thash ky mandat është vetëm 1 vjeçar, edhe pastaj ja dorëzoj postin asaj, edhe atë zilën, ne kemi një farë zile sikur në përshkolla në atë kohë, ja dorëzoj zilën. Unë e hap mbledhjen
aprovimin e rendit ditës, votojmë kryetarin e re, pastaj ajo merr ulsën nga unë e falenderoj parlamentin për besimin që më ka dhënë gjatë këtij vitit edhe ulem poshtë, edhe prej atij momentit jam i lirë që të politizoj sipas bindjeve dhe parimeve të mia. Do të thonë vazhdoni si këshilltar. Unë do të vazhdoj si këshilltar komunal, si deputet, edhe do të merrem pastaj do t'i marr prapa ato temat e mia, cilët janë drejtësia sociale, e drejta e votës për njerëzit, e drejta e kyçjes në jetën politike edhe shoqërore këtu në komunë, edhe më merr mendje se do të angazhohem edhe më shumë në përmirësimin e kushteve dhe shoqatave të shumta, të cilët në mënyrë vullnetare japin kontributin e tyre për mbarvajtjen e kësaj komune. Për mua përmbledhje ky mandat ka qenë një shans shumë i madh, por edhe një nder që më është dhënë, edhe kështu ju kishna falendëruar pikës parë partisë Gjelbert, cilët më kanë propozuar për këtë që më kanë dhënë këtë besim, mbështetjen që më kanë dhënë gjatë këtij mandatit. Pastaj familjes ime, e cila shumë shpesh është gati edhe janë mësuar me mungesën time, sidomos në mbledhjet e parlamentit edhe në para përgatitjen e këtyre takimeve, po më merr mendja edhe besoj se ja ka vlet kjo edhe nëse nuk ka mujt me bë një revolucion të madh, bile një ndryshim të vogël e ku bë edhe me punën time gjatë këtij vitit si kryesues i parlamentit, por besoj se do të vazhdoj të jam aktiv në komunë edhe në cilësinë e deputetit 3 vitet e ardhshme dhe pastaj pas 3 viteve do të shohim sa do të angazhohem ende si deputet apo do të gjej një mënyrë tjetër për të dhënë diçka për komunitetin këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit aty kasë.